Në këtë kohë, kur kryefjale çdo ditë është kriza që ka kapluar pjesën ndërmuese të familjeve, aksionet e bamirësisë që i organizon humanisti Sinan Elezi bashkë me donatorët po vinë si dritë shprese për njerëzit e goditur nga pamundësia ekonomike. Aksioni i radhës sot Elezi po vjen nga zemërgjërsia e disa njerëzve të vullnetit të mirë nga Gostivari e Çajla, të cilët kanë vendosur që të ndajnë nga pasuria e tyre dhe të dhurojnë tek familjet e përballura me vështirësi. Sot buën 13 pako, jonë për 13 familje, vlerën e kanë ka 50 euro, që me të vërtet ne akcione kina more gjithmonë këtu, nevojtarët ka nevojën e për ma shumë bamirës, po unë vu bëj apel, gjithve bamirëve, donatorve, ku të nejnë një nevojtarë, ta apin, se nuk e apin salt për nevojtarë, po apin për pasrimin e familjes vete, pasurin të mbrojnë, se sadakaja që atë i pët ke nevojtarët. Po unë faleminderohem gjithve, bamirësve, donatorve, këtë periudhë që të vudalim zotë nevojtarve. Falë transparencës që e karakterizon në realizimin e këtyre aksioneve, Sinan Elezi është autorizuar nga shumë mërgjimtar për të menaxhuar me aksionet e tyre të bamirësisë, e që për fat të mirë janë shumë dhe po ndodhin permanent. Shumica kërkojnë që të mos bëhen publike sepse i bëjnë në emër të Zotit, por disa, Elezi insiston që t'i njoftoj opinionin sepse në këtë formë qytetarët e bizneset kanë mundësi të nxiten që të bëjnë bamirësi sa herë që kanë mundësi. Kjo nuk është aksioni parë, gjithmonë ka pas aksione, po kanë dash anonim, për ne kësaj radhe për këtë aksioni jonë bamirës Gostivarit e në Çajlës, dun anonim, për këtë dë njëherë bëjmë në publike, për të nëzit edhe trajonit Gostivarit ka jonë, që të morin e iniciativë nevojtarëve, të vudalim susret, për këtë gjendjen ekonomike, me të vërtet, këtë kohën, sidomos tash në stinën e dinit, së ne përballojnë, po une personalisht nga ona jeme, po nga une e bamirësve, nga une ka donator që i vudalim zotive nevojtarve, që t'jenë në ata t'i kenë sofrat plotësi kina ne, po gjithmonë ka pas aksione. Kujtojmë se kohë më parë, Çajla dhe donaturët e saj jetësuan edhe një traditë të bukur e cila gjen praktik gjithandej në përvend banimet shqiptare, e që e titulluan një zarf për nevojtarin nga mërgjimtari që nuk e harron vendlindjen. Në kuadër të kësaj nisme, në disa raste janë ndarë zarfe me mjete financiare që kanë ardhur si dhurat nga mërgjimtarët për të plotësuar nevojat e bashkëvendasve të vetë që kanë pasur më pak fat në jetë. Të bashkuar të i kalojmë çdo sfidë, porosit Elezi, i cili apelon tek njerëzit e vullnetit të mirë që zarfi i mërgjimtarit të ketë vazhdimsi.